Banorët e fshatit Baksëriol në Velipoj prej disa javësh po protestojnë lidhur me ndërtimin e resortit turistik Blu Borgo. Ata nuk shprehen kundër zhvillimit të turizmit, por pretendojnë se projekti, që parashikon ndërtim në rreth 146 hektar tokë, po realizohet mbi pronat e tyre të trashëguara ndërbreza. Sipas tyre, leja për ndërtim është dhënë mbi bazën e dokumenteve të falsifikuare që i atribojnë pronësinë personave të tjerë. Banorët theksojnë se disponojnë dokumente të hershme pronësie, që sipas tyre datojnë që nga viti 1935. Nga ana tjetër, me vendim të gjykatës së apelit, pronari i tokës ku po ndërtohet resorti është njohur Fatmir Shtollzaj, me të cilin kompania ndërtuese Gener 2 ka lidhur marrëveshje. Kompania deklaron se gjatë proceseve gjyqësore, askush nuk ka paraqitur dokumente të vlefshme që të mbështesin pretendimet e banorëve. Sipas saj, ajo ka hyrë në marrëdhënie kontraktuale me palën që rezulton ligjërisht pronare dhe nuk ka marrëdhënie direkte me personat që aktualisht pretendojnë pronësinë. Megjithatë, banorët tregojnë se pas nisjes së punimeve, kanë zhvilluar disa takime me përfaqësues të kompanisë për të diskutuar zgjidhje të mundshme. Ata thonë se gjatë këtyre takimeve kanë paraqitur dokumente pronësie dhe kanë kërkuar verifikimin e konfliktit përpara vijimit të projektit. Sipas tyre, kompania ka propozuar një marrëveshje që parashikonte përfitime të kufizuara në ndërtim vetëm për një pjesë të sipërfaqes dhe me kusht që banorët të fitonin gjyqin brenda 5 viteve, gjë që ata e konsideruan të papranueshme. Ndërsa procesi gjyqësor vijon, banorët theksojnë se nuk janë kundër zhvillimit të zonës, por kërkojnë që çdo investim të bëhet duke respektuar pronësinë dhe duke gjetur një marrëveshje të drejtë për të gjitha palët.